këngëtari Gjesti ka nisur numërimin mbrapsht për projektin e tij më të ri muzikor, duke publikuar në Insta Story intrën e këngës dhe orën e lançimit. Ky postim ka ndezur menjëherë interesin e fansave, të cilët presin me padurim rikthimin e tij në skenën muzikore, edhe pse detajet për titullin dhe bashkëpunimet nuk janë zbuluar ende. Ky është vetëm kapitulli në historinë e artistit që ka kaluar sfida personale në skenën publike dhe një rrugtim unik dhe të komentuar gjerësisht. Por si filloi rrugtimi? Besart Kelmendi, i njohur me emrin artistik Gjesti, lindi më 8 janar të vitit 2000 në Pavlan, afër Pejës në Kosovë, që në moshë të re ai tregoi një lidhje të fortë me muzikën dhe artin, duke punuar drejt një karriere profesionale që do të ndikonte në publikun e gjerë. Emri i tij filloi të përfitej kur në janar të vitit 2020 ai publikoi këngën e tij të parë Idiote, e cila u bë virale menjëherë, duke arritur miliona shikueshmëri në YouTube dhe duke shënuar një hap të madh në karrierën e tij muzikore. Pas debutimit me këngën Idiote, Gjesti filloi me një seri këngësh të tjera që u pritën mirë nga publiku, duke përfshirë bashkëpunime dhe projekte solo, si Ani, Beba, Princesh, O Zot dhe të tjera që zgjeruan repertorin e tij dhe e konsoliduan si një emër të njohur të muzikës urbane. Hyrja në Big Brother dhe fama e re. Rruga e tij e famës mori një kthes kur u ftua të bëhej pjesë e formatit të famshëm të reality show Big Brother VIP Kosova 2024. Ai u shfaq në shtëpi me një karakter të sinqert, spontanitet dhe humor, gjë që nga publiku mori vëmendje të madhe. Përvoja e tij në këtë edicion ishte e rëndësishme, por nuk mbaroi aty. Vetëm një ditë pas eliminimit nga Big Brother VIP Kosova, ai surprizoi publikun me hyrjen e tij në Big Brother VIP Albania 4, një lëvizje që tronditi rrjetet sociale dhe rriti interesin e audiencës. Gjesti qëndroi në historinë e formatit si konkurrenti me kohën më të gjatë të kaluar në një ambient të izoluar, në lidhje me reality show, totalin 184 ditëve, duke mbajtur vëmendjen e publikut prej fillimit dhe deri në fund të aventurës televizive. Çfarë thot Kosova sot? Në prill të vitit 2025, ai u shpall fitues i Big Brother VIP Albania 4, duke marrë shumicën e votave të publikut dhe çmimin kryesor. Kjo fitore nuk ishte vetëm një trofe televizioni, ajo i solli atij një famë dhe ndikim të madh publik, me rritje të dukshme të ndjekësve në rrjetet sociale dhe ftesa për intervista, evente dhe koncerte. Por Gjesti ka pasur edhe sfida personale. Rrugëtimi i Gjestit nuk ka qenë vetëm sukses, ai projektoi edhe momente të vështira, përfshirë humbjen tragjike të vëllait të tij të vogël në një aksident, një ngjarje që e prekull thellë dhe mori jehon në mediat online. Pas daljes nga shtëpia Big Brother VIP Albania, ai përqendroi energjinë e tij përsëri në muzikë dhe karrierë, duke publikuar projekte të reja dhe duke performuar në koncerte, ku prezantoi këngë të tija para publikut të rinj. Nga këngët e para të shpërndara online deri tek reality show fitore televizioni dhe tani me projektin e tij të ri muzikor, rruga e Gjestit pasqyron një artist që di të sfidojë vetveten, të jetë autentik, i lidhur me fansat dhe gjithmonë në kërkim të rritjes në industrinë e muzikës dhe entertainment. Po juve, si ju duket Gjesti?